Po kështu si bën ky, për zotin, s'kam për t'ja lënë me kaq. Ti shaka, ha? Se nuk jam unë budale. Shkon lëpijet me tjetrën dhe mu m'jep gacmime, shikime dhe qeshme. Edhe bën sikur si intereson. Rase si intereson ati për mu, nuk shkon i bën ata shikime të qeshme. Qa do në tregoj aji? Shife qa po të bëj unë ty? Po më vlla, po mërzitem, qa ke ti? Që po ma zjat, po ma peshon më shumë. Përsa? Nuk e di, ju e dini. Jo, ju e dini, se s'po e kuptoj asun se unë s'jam mashkull. Ta di kokën e mashkullit. Ti si mashkull, përse e mendon? Ka që e mlongër me 2 lukt. Jo, po me 2 luk me muska, se unë jam një luksa për gjithë lukën e botës. Ka që e mlongër me 2 luk. Jo, vale, s'ka. Se? Vazhdoj histori me Dolçën, ka që ka mbaru mua beti, nuk futem unë thesë. Jo, unë nuk futem me një thesë me gjithë femrat. Ashtu jo? Po. Me mu s'ka tërë vërtë. Nuk lara e maqina, duhet kretë me dorë, tash po vi, vla. Tash e lajmë bashkë, shpet. Nuk ka emocion, nuk ka thjesht ndjesi momentale. Me më fut mu me një thesë me tjerat. E do në tjela? E do? Po normal me lap. Shumë? Pak? Thjesht e du. Për mendimin tim s'ka as pak as shumë. Thjesht e du. Po si ka mos Ne me kam dash vështirë. dikush që dikush është me traton para syve. Pse e do në më shumë? Po unë tani Se e don djej më tutje. keq, unë dihem keq, po nuk i kën ndjesia tak pse po më traston. Ndjesia aty është. Po ti Se the- po më traston, do me M'fal. thënë kuptimi që llogaris unë trasti, Ti the, ke qenë 5 vjetë e martuar dhe për një muj e ke harruar. se s'ka qenë dashnia. Ky është për mu. Po si ka mundësi? Jo, a kam thënë gjithve. Ola, po nuk i tha shumë shkom trasto. Se kam ndjenjë për ty, po s'ka gjë më trasto. Po ju, Ola, tashi, sa gra ka që i duan burrat e vetë, burri e traston, ajo e kupton dhe prapë e pranon. Ore, burri nuk po flas në kuptimin martesa. Ola, leje jashtë muhabetit pjesa aje i martum, aje i fejum, aje në lidhje. Kur ka dashni, nuk ka lidhje aje i martum, asje i martum, lap. Se po ja fusni kot muhabetit. Duhet unë patjetër ta kem martes me certifikat që unë them që jam dashni me këta. Nuk lind dashnia se lidhe certifikata. Dashnia lind që shikim të parë. Tani pse më trahton ai, unë nuk mund them unë se dua më. Unë e kam ndjesin që e dua, ama logjikisht nuk vjen mirë fare edhe me zemër ajo që po bën. Është fakt. Ama në kohë paralele kam dashni. Edhe është problem. Se po e vuj shumë. Dashni kam, e shoh me femër tjetër, është përplasi shumë e keqe. Kur i shoh të dy që hanë njëri i para tjerit, deri pak para kohësh ne hanim të dy me një pjatë. Tani e shoh me një femër tjetër duke ngrënë krah. Nuk janë gjërat atë shlekt. Se më trahton ai edhe Alba se dua tani. E du me shpirt, nuk mund ta mohoj. Ama me zemër po plas. Se është pra një femër tjetër dhe nuk jam unë në vendin asaj femre. vërtet, Që kam qënë. para sa kohë. Po unë them shumë mirë, deri para se ty para bigut. Kena qënë, nuk është që s'kena qënë. Unë nuk e di pse i mohon ai gjërat. A figura im femërore po e fliq atë figurën e ti mashkullore në publik, apo qarë? Se s'po e kuptoj unë pse po e fsheh ai. Sinqerisht e kam. Përse ai mund ta fshehe? Apo mund këtë pas ndoshta ndonjë lidhje tjetër paralele që ne e kam bajt fsheh të dyjave, edhe tani publikisht do e mohoje që mos bëj keq për lidhjen tjetër paralele. Tani kjo është. Ose ai mendon që unë jam figurë femre që po fliq figurën e tij mashkullore, ose mund këtë pas ndonjë lidhje tjetër paralele që se kam ditur unë. Kaq. Qa ke qiki? Qiki? Nuk ka logjik tjetër. Po tjetë kjo e dyta që mund këtë pas lidhje tjetër paralele, për zotin do mërzitesh akoma më keq. Se kam qenë e fokusuar me një mashkull, në një drejtim, çdo gjë për atë, dhe në fund çfarë? Lidhje paralele të këtë pas? Ndoshta. Dhe të vije këtu t'i bëja ata gjëra me një femër tjetër para syve të mi? Edhe ndoshta. Lap. Kur jam me dikë, jam me dikë. Jam full fokus.
Mundësi të lej edhe gjërat mia për atë, sepse edhe e di që ai do lej gjërat vetat për mua, kuptimin kur i duhet ndihma, kur i duhet përkrahja. A i bjen tani ti këto gjëra? Se të më shku me laune. Mirë, lap, futja kot, se po e shoh që po e bën vetëm kështu kot sa për sy faqe, nuk është se po dëgjon. A kujdes se tu der sallata. Po e bën se ta kishe bë vërtet nuk e kishe mendje të pjata e sallatës. Po dëgjoj. Diti Hajde, dëgjoj. laba ty, hajde. Pa shiko se diti është unë prit, Se rini vetëm për protagonizëm, sa për vëmendje. Nuk rini se ndjeni vërtet me qëndru. Çka me të bëjmë tash? Po ti ta kishe kuptuar gjendjen time emocionale tani, nuk e kishe mendje të pjata, ta ngri pjatën. Po varja se iku tani, iku. Nuk ka lidhje më. Vetëm e di që nëse doni me më dëgju, rini se vërtet doni me më dëgju. Po jo ta kish mendje të pjata, ta ngri pjatën. Po ta bëj interesantin këtu. Ti po shkon, ti fjala po më vlerëson mu si njëri, shkoni këngëton këngë dashurie të dyve me emrin e njëri tjetrit. Këndoju bre sa dush, po mos se bëj këtë gjë për mu, paktën. Nërsa të marrë pak veten. Unë bëja kafe, ndëgjoja Dolce Limi, ti këngë dashnie. Unë se ti që ka kjo tani? Limi më ka pagu, mëra? A më ki pagu? Po, shumë ka pagu. Ku i ka lekët a i mas një vend si ka lekët, se këtu gjithë pa lekë Limi i në jam të brënda. pagu. Më thej ma japësh lek, mas... Unë kam dojë vëlla ku ka lek. Po. Dhe punë e madhe se tjetra mërzitet këtu. Që i duke këndu ti këngë dashnia. Dhe ti këndoj kushtrimi. Unë e kom drejt për drejt me Unë Albert. kam dojë edhe kur vdes dikush. Ha? Edhe gjenazë kur vdes dikush kam dojë. Po mirë, këndon për gjenazën. Që s'këndove për mu gjenazë? Pse gjenazë e ti më mëtërisht? Po vallaj, Ha? Që më pëllu ti? Këta ishë, a një fin për jashtë? kush? Dëgjova një laf. Ka laf? A një fin nga jashtë? Kush? Ta. Po që lafit të gjove? Se kisa një fin nga jashtë. Ata të dy? Me gjë nga jashtë? Jo? Nuk e Po unë nuk di gjë. Po kështu se po e shoh situatën, ose njifen nga jashtë, kam pas diçka nga jashtë, unë se di. Ose janë të dy thjesht të stilit playboy. Kaq, është shumë e thjeshtë. O njëra o tjetra. Që është fjallë për Playboy? Playboy pa që edhe për gjëra momentale ndjen kënaqur. Po dhe? Ose janë të dy playboy, ose njifen nga jashtë. Shumë e thjeshtë. Ose po ajo e din shumë mirë se kush mund t'jetë ky jashtë edhe rreth i këtij, që unë e di që ajo e din, se ma ka aprovu, ma ka thënë me disa fjalë fillimet e bigut. Edhe një ka qefin me vazhdu lojën, edhe me shiu momentet. Se janë edhe interesat e jashtëm, kur dalin jashtë. Okej. Se budalla s'jena, s'është e kena lindje. Cilët ta interesit jashtëme? Kontaktet, për punët, Cile punë? projektet. Cile projekte? Varë që projekti synon ajo në kokën e vetë, me kontaktet. Për shumë? Ama po tjetë ajo gjë, që ti e bën afirmitetin, edhe lojën këtu shohën me lëpirje, me intimitet, para syve të mia, jo si femër, vetëm për interesat që mund ketë për atë dhe rrjetin e atij kur del jashtë, për punën e punëve, projekteve. Nuk ka shpirt. Për mua është likësi në shpirt. Po, shpirt njeriu. Që shkon me jenë me sprajmit. O limi Nxjerrua djali të që obsesionuar. tratono. Ja, këndova këngën, e ki pa? E drova mendimin. Çfarë këngë? O limi hoti që tratono. Opa. Opa. O limi Edhe që bia po tratono. më afrohet tani. Të ti? Të aje. Do. Po të afrohet bia? Po normal. Se di pse. E nuk është normale. Thashun, ose të dy të stilit playboy,
ose njife nga jashtë dhe unë s'kam ditë gjë, kam diçka, ose ajo e njeh rrjetin e këtij, kontaktet e këtij, dhe për punë interesi shkon para syve të mi, i bën ata lëpirje, puthje e gjëra. Pa lidhje. Për mendimin tim, një femër që e bën atë gjë është për mua. Le ta çoje sa do të veten sinjora, sinjorita, po është komplet grad zhë për mendimin tim. Nuk je sinjora, sinjorita vetëm duke u sjell bukur, duke u vesh bukur. Sinjora, sinjorita është kur ke klas edhe në veprime. Jo për punë interesi, materializmi, të shkosh të bësh show, me intimitet, me lëpirje, me puthje, me gjëra, me një mashkull, kur ka këtu une, tjetra, që po shoh, po lëndohem akoma më shumë dita ditës. Ajo nuk është klas. Ne gjithë femrat e dim që kemi një kod femrash. Shoqja ime vërtet s'ka qenë, po mos na u mbaj femër me klas, pra se po i afrohesh për interes. Që ekziston në interesi, unë e di, nuk ma shmang dot asnjë gjë, se unë e di si funksionon dolçe. Edhe disa vajza tjera këtu. Ka synimet e tyre, punët e tyre, projektet e tyre jashtë. Ajo e di se kush është limi dhe rrjeti i limit jashtë. Se e kam kuptu kur ka bë biseda me mu. O limi? Ku është limi? Shëri. E mendon që e tratuar të limit? Si? Po normalisht që ndje vetën trahtume. Unë vërtej i bëra ndarje publike, lab. Dajmin. Pa i duhet ta kuptoje se nuk i kanë ndjesia tak-tak. Po ti ke tratuar atë? Limin? Në asë një moment. Kur? As kur kena qënë jash, as kur kena qënë këto. Kur? Prej momenti që e me të, që ke qenë me të? Që në momenti që kam qënë me të. Deri mësot, kur? Edhe kur bëra ndarje, kur? A i po, as lafet si mbajti, erdi, gënjehu realitetin tonë, nuk e di pse e bëri, ose ka pas lidhje paralele si shtash, ndërkohë që ka qenë me mua dhe don ta fshehë gjëjen. Ose po, figura ime femrore, po e fliq figurën e atij mashkullore, kupton ti? Po me ty ka qenë për me kriju një familje, po jo? Tu ti me kriju ta neve, familje? po ne kishim lidhje të marrëdhënie serioze. Kuptohet që për me pa për më shumë. Nuk ishim marrëdhënie vetëm qefi, si e përktheu ai, që jena taku vetëm për qef, se dhe këtu më ka ofendu shumë. Nuk jam femër unë që takohem për qef. Si jam ajo kategori, që vetëm për qef, vetëm për momentin, vetëm për me shiu. E shijojnë kuptimin e plot fjalës, njifem tamam njeriu. Për diçka më shumë. Jo sa për një one night stand ose friend with benefit. Gjithë ditën vishmu, mbamu, rregullomu, ama krijosh afrimitet me një mashku për interesat për jashta. Edhe unë e di se pse e them. Unë e kuptoj dolçen, plus edhe muhabetin që ma ka bë ajo në fillim Big Brotherit. Okej. Po aty lidhet. Lidhet të gjitha. Kritizimi. Inshallah do Big Brotheri nxjerr këta gjëra edhe lidhet gjithë gjëja. Për me bu më interesant. Për me bu faktive. Po tani u hodën mashtrime, tani let për të plasën vërtetat, ka që di them. Vetëm vërteta. Dhe vetëm e vërteta fiton fund ditës. Dhe vetëm destinimi fiton. Mare limi që në pas ke bo, mare. Trattar. Më trattar. E ka drejtën e vetë, ka jetën e vetë, le të bëj qartë dot. Po mos na vjen na bëj këtu si interesant. Sikur po ja fliqu figurën e ti mashkullore. S'kam njoftë unë të Që kështu. më hon gjëjen me mu. Zot boft hajrë. Varet me kë je edhe ti. Unë jam me ogjën, me zotin. Fati që pu i vullose sot.